Kapsula e misionit Artemis 2 dhe ekuipazhi i saj prej 4 antarësh përshkuan atmosferën e tokës dhe ulën në mënyrë të sigurt në oqeanin paqësor të premten, pas pothuajse 10 ditësh në hapësirë, duke përmbyllur udhëtimin e parë të njerëzve drejt afërsisë së hënës pas më shumë se gjysmë shekulli. Kapsula Orion e NASA-s, në formë si një karamele e rrumbullakët dhe e quajtur Integrity, zbriti me parashuta në ujërat e qeta pranë brigjeve të Kalifornisë Jugore pak pas orës 17:07, sipas orës së paqësorit, duke përfunduar një mision që 4 ditë më parë i kishte quar astronautët 252.756 milje larg tokës, më thellë në hapësirë se kurrë më parë nga ndonjë njeri. Fluturimi i Artemis 2, që përshkoi gjithsej 694.392 milje, apo 1.117.515 kilometra në 2 orbita rreth tokës dhe një fluturim pranë hënës në një distancë rreth 4.000 milje nga sipërfaqja e saj, ishte fluturimi i parë testues me ekuipazh në një seri misionesh Artemis që synojnë të rikthejnë astronautët në sipërfaqen e hënës, duke filluar nga viti 2028. Ulje e përkryer në ujë. Ulja në ujë në një qiell pjesërisht të vranët u transmetua drejt për drejt përmes një videoje nga NASA. Një ulje e përkryer për Integrity dhe 4 astronautët e saj, tha komentatori i NASA-s Rob Navias pak qaste pas uljes. Jemi të qëndrueshëm, 4 antarët e ekuipazhit janë në gjendje të mirë, raportoi komandanti i misionit Reid Wiseman menjëherë pas uljes, duke sinjalizuar se kapsula ishte në pozicion të drejtë dhe se të gjithë astronautët ishin mirë. Ekipi të NASA-s dhe Marinës Amerikane ju deshën më pak se 2 orë për të siguruar kapsulën që lundronte dhe për të nxjerrë 4 antarët e ekuipazhit, astronautët amerikan Wiseman, 50 vjeç, Victor Glover, 49 vjeç, Christina Koch, 47 vjeç, si dhe astronautin kanadez Jeremy Hansen, 50 vjeç. Kthimi i ekuipazhit ishte testi më i rrezikshëm i misionit dhe janies Orion të ndërtuar nga Lockheed Martin, duke provuar se mburoja termike e kapsulës mund t'i përballonte forcat ekstreme të rikthimit nga një trajektore kthimi nga hëna. Siç shkruan Reuters, kapsula hyri në atmosferën e tokës me një shpejtësi 32 herë më të madhe se shpejtësia e zërit, ndërsa fërkimi me atmosferën godiste mburojen e saj termike me temperatura rreth 5000 gradë Fahrenheit, apo 2760 gradë Celsius. Një stres gazi të ionizuar e mbuloi mjetin duke shkaktuar një ndërprerje të planifikuar të komunikimit radio për më shumë se 6 minuta në kulmin e stresit gjatë rikthimit. Tensioni u zbut kur komunikimi u rivendos rreth 40 sekonda më vonë se sa pritej dhe 2 grupe parashutash u hapën nga pjesa e përmbarme e kapsulës në rënje të lirë për të ngadalësuar zbritjen në rreth 15 milje në orë, apo 25 km në orë, përpara se Orion të prekte butësisht ujin. Pasi zhytësit e Marinës lidhën një unaz lundruese për të stabilizuar kapsulën, 4 astronautët, ende të veshur me kostumet e tyre portokalli të fluturimit, u ndihmuan të hipnin në një gomone. Më pas, ata u ngritën një nga një në helikoptera që qëndronin pezull mbi ta dhe u transportuan në një anije amfibe të Marinës, John P. Murtha, për kontroll të mëtejshëm mjekësor. Ata buzëqeshën dhe përshëndetën kamerat ndërsa ishin ulur në pragun e derës së helikopterit.